Muhamed Denvaz përfaqëson fenomenin e një djalit të turpshëm, të dhënë pas fesë që u kthye në një vrasës pa pikë mëshire, ku thika e tij ka prerë kokat e të paktën 7 pengjeve të kalifatit islamik. Dikur një adoleshent i apasionuar pas futbollit, jo rastësisht u kthye në një nga objektivat kryesor të sulmeve ajrore amerikane. Muhamed Denvaz ishte një djalë i përkushtuar pas fesë. Ai ka lindur në Kuvajt në vitin 1988 dhe udhëtoi drejt Britanisë së Madhe në vitin 1994, në kohën kur ai ishte vetëm 6 vjeç. Shokët e klasës e përshkruan si një djalë të qetë, të dedikuar besimit islam, ku i duhej të përballej edhe me problemet e adoleshencës, si gjithë bashkëmoshatarët e tjerë, si ajo e dashurisë së një anshme apo nga thësitë në raport me vajzat. Të tjerë e përshkruan si tipiku i protagonistit tek filmi The Boy Next Door, apo si një adhurues i serialit The Simpsons. Ai ishte një djalë i dashur, të paktën kështu shprehet një ish mësuese e xhihadistit John, por sipas saj, djali kishte nevojë për seanca të menaxhimit të zemërimit, pasi nuk ishte në gjendje për të kontrolluar emocionet e tij. Nga një djalë thjesht besimtar i rregullt, ai në moshën 13 vjeçare u bashkua me një bandë ekstremiste, pjesëtarët e të cilës shumica kanë vdekur, e ndërsa pjesës tjetër u është ndaluar udhëtimi për të kthyer nga Siria në Angli. Ndoshta ky ka qenë edhe grupi që e udhëhoqi Muhamedin në rrugën e radikalizimit, pasi familja e tij përshkruhet si e qetë nga miqtë e afërt. Prindrit e tij e kanë shpallur të humbur djalin e tyre në gusht të vitit 2013, pa kohë më vonë pasi ai ndodhej në Siri, edhe pse familja mendonte se i biri punonte në Turqi. Është pikërisht kjo maskezes, e cila i mbulon fytyrën dhe i ka dhënë më tepër mister figurës së xhihadistit John. Autoritetet britanike dhe ato europiane i druhen faktit se mos një fenomen i tillë kthehet në shembull për të tjerë të rinj. Muhamed u kthye në mangthin e perëndimit. Për analistët ka ardhur koha për të shqyrtuar se çfarë mund të bëhet që të ndalohen të tjerë të rinj musliman nga bashkimi me radhët e xhihadistëve. Edhe pse sipas tyre arsimi ka një rol të madh për të luajtur, xhihadisti John dëshmon se edhe një person i mirë arsimuar mund të kthehet në një subjekt kriminal akoma edhe më të rrezikshëm. Ata sugjerojnë edhe një punë më të madhe të agjensive të inteligjencës që të shfrytëzojnë të dhënat elektronike në kërkim të fushatave të xhihadistëve për rekrutimin e të rinjve.